Minister, po është tronditse. E dini për çfarë u trondita unë më shumë nga kjo akuzare? Që ju nuk urseni askënd. Një ikon, një imazh të krenarisë tonë kombëtare, si iglitaren, ju e keni bërë pis. E keni përdorur për punët tuaj të pista. Unë jam nga ata të rinj që jam rritur me imazhin e iglitares, si futbollist dhe si drejtor sportiv, nga më të mirë në botë. Dhe drejtori sportiv i klubit tim të preferuar, i Milanit. Sot iglitaren e keni me akuzë nga spaku të përfshirë në korrupsionin tuaj. Si s'keni turp, deri këtu keni arritur të përdorni edhe imazhet më të mira ndërkombëtare të shqiptarëve, ta merrni ta sillni këtu e të pastroni para. Është e tmerrshme. E tmerrshme kjo që ka ndodhur. Se flisi për pasaport europian, e flisi se dëmtohet imazhi, kur flasim për korrupsionin, dëmtoni imazhin e Shqipërisë. Po ju merrni një ambasador të shkëlqyer të Shqipërisë, iglitaren, dhe keni përfshirë në afera korruptive. Kush e dëmton imazhin e Shqipërisë tu? S'keni turp. Deri këtu keni arritur. Deri këtu keni arritur. Faleminderit. Zoti Hoxha, keni fjalën 20 minuta për të dhënë shpjegimet tuaja. Faleminderit zonja kryetare e seancës, nderuar deputet. Sinqerisht nuk e mora vesh sepse jam thirrur këtu. Në letrën që i është dhënë, që më ka ardhur, është duam të ftojmë ministrin e jashtëm për të folur për planin e rritjes dhe unë kam ardhur për të folur për planin e rritjes. Megjithatë unë i mbata shënim pyetjet tuaja sepse asnjë nga ato gjëra që dëgjova këtu s'ka lidhje me politikën e jashtme. S'ka lidhje me Ministrinë e Punëve të Jashtme. Domethënë, unë në respekt të kërkesës për të dëgjuar në parlament, kam ndonjur gjithë ditën këtu. Dhe sinqerisht nuk e kuptova se çfarë pyetje kishit për Ministrinë e Jashtme, sepse Ministri e Jashtme nuk propozon asnjë nga ato ligje që përmendet. Një sekond, Ministri e Jashtme nuk merret me pronat, dhe nëse do bëhet që nesër tutje, po deri tani s'është marrë ndonjëherë me pronat, dhe nuk do merret me pronat asnjëherë, dhe s'ka pse të përgjigjet Ministri e Jashtme për pronat, ka institucione të veçanta që përgjigjen, që merren, por nëse do kishit lexuar dokumentet që janë të aprovuara nga Bashkimi Evropian dhe që janë bërë pjesë e angazhimeve tona, edhe për pronat, edhe për ligjet që përmendet ju, ka një afat të caktuar se si do adresohen, nga kush do adresohen dhe kur do adresohen. Përfshirë për i bars. Tani, unë e kam kuptuar, me falë, vetëm një gjë, me lejoni të mbarej shumë në mos flisni nga vëndi, Zoti Sheaj. Unë ju dëgjova me shumë vëmendje. Zoti Sheaj, ka mundësi mos ndërhyni nga vëndi, ju lutem. Tani, unë s'po e kuptoj kush e ka kërkuar interpelancën. Sepse, atëherë, unë ju dëgjova, me falni, zotëri, unë ju dëgjova me shumë vëmendje. Dhe u thash që asnjë nga ato pyetje nuk ka të bëjë me Ministrinë e Jashtme përveç i bars. Dhe shkresa thotë që duam të dëgjojmë Ministrin e Jashtëm për planin e rritjes. Kjo është ajo që thuhet e shkresa. Më fal, zotëri, më fal. Qyjo. Atëherë, edhe njerë. Edhe njerë, Zoti Shea, ju lutem ju të rreq vëmendjen është e disata herë. Ju lutem mos flisni nga vëndi. Lëre ministrin të flasë të japi shpjegimet e veta. Të lutem, asnjë nga pikat që prezantoi Zoti Kapri nuk ka të bëjë fare me kërkesën e kam kërkesën përpara. Asnjë nga pikat që ka prezantuar kërkesa nuk është përmendur nga Zoti Kapri. Zoti ministër, keni fjalën. I nderuar Zoti deputet, edhe për këtë po ju them që Ministria që unë drejtoj nuk merret
ditë për ditë me planin e rritjes, nuk është detyrë e Ministrisë së Jashtme, ka një institucion të caktuar që merret me këtë dhe prezantimi për planin e rritjes këtu bëhet nga një ministër tjetër. Megjithatë, në respekt të kërkesës tuaj dhe duke pasur parasysh mbikëqyrjen politike që Ministria e Jashtme ka për procesin e integrimit, unë jam i gatshëm t'ju përgjigjem interesit tuaj në letër. Ajo që duhet them është që plani i rritjes është një prej proceseve më të rëndësishëm dhe më përmbajtësor në marrëdhëniet tona me Bashkimin Evropian. Është një instrument i ri, i krijuar enkas, është shumë ambicioz dhe është konceptuar për të përshpejtuar konvergjencën ekonomike dhe institucionale me vendet e Ballkanit Perëndimor me Bashkimin Evropian, duke krijuar përfitime konkrete për qytetarët dhe ekonomitë tona. Plani i rritjes, siç madomendja e keni parasysh, ka një arkitekturë krejt të veçantë, sepse mbi vendoset në mënyrë të natyrshme me procesin e negocimit. Masat e parashikuara në kuadër të agjendës kombëtare të reformave përkojnë dhe janë komplementare dhe plotësojnë angazhimet që Shqipëria ka marrë, po merr dhe po zbaton në kuadër të negociatave me Bashkimin Evropian. Për Shqipërinë, paketa e përgjithshme financiare arrin në 922 milion euro për periudhën 2024-2027. Agjenda kombëtare e reformave është hartuar në bashkëpunim të ngushtë me Komisionin Evropian, në bashkëpunim të ngushtë me pjesëmarrjen e institucioneve të ndryshme të vendit dhe përfshin 31 reforma specifike të veçanta të cilat detajohen në 143 masa hapa konkret. Dhe janë të organizuara në 5 fusha: qevericia dhe sundimi i ligjit, tranzicioni i gjelbër digital, zhvillimi i kapitalit njerëzor, mjedisi i biznesit dhe konkurrueshmëria dhe integrimi ekonomik rajonal dhe evropian. Tani, më lejoni të ndalem në 5 aspekte kryesore në mënyrë që informacionet të jetë sa më i plot. E para, si është arkitektura institucionale që kemi ndërtuar për të ndjekur planin e rritjes. Në qendër është koordinatori kombëtar për mekanizmin, që është njëkohësisht dhe drejtori i SASPAK-ut dhe njëkohësisht dhe koordinatori kombëtar i fondeve IPA. Dhe kjo është bërë me qëllimin për të pasur një sistem të integruar të gjithë mekanizmat financiar të Bashkimit Evropian. Ministritë e linjës dhe institucionet përgjegjëse kanë grupet e tyre të punës dhe për secilin nga reformat për cilat ato janë përgjegjës drejtohen nga zëvendës ministrat ose drejtuesi i institucionit. Po ashtu Ministria e Financave ka ndërtuar mekanizmat posaçëm për kontrollin financiar, auditimin, mbrojtjen kundër financimit dyfisht, konfliktit të interesit apo çdo lloj forme mashtrimi. Ky sistem funksionon në mënyrë rigoroze, me takime javore koordinuese, me takime mujore me Komisionin Evropian dhe me delegacionin e Bashkimit Evropian në Shqipëri dhe me raportime 6 mujore që i bëhen nga autoriteti kombëtar, Komisionit Evropian. Mund t'ju them me shumë siguri, meqense më është konfirmuar më së një herë, që kjo arkitekturë që kemi ndërtuar dhe mënyra se si ndiqet zbatimi i planit të rritjes dhe i jetësimit të agjendës së reformave vlerësohet lart nga partnerët tanë. Elementi i dytë ka të bëjë me ecurinë e zbatimit, pra ku jemi, çfarë është bërë deri tani. Në mars 2025, Shqipëria ka përfituar paketën e parë financiare për 64.5 milion euro që ka qenë parafinancimi. Pra, nga momenti që janë nënshkruar dokumentet përkatëse janë ratifikuar nga pala shqiptare, është dhënë 7% e shumës finale të paketës financiare për Shqipërinë, që korespondonte me 64.5 milion euro. Në ciklin e parë të raportimit, pa çdo 6 muaj, për periudhën dhjetor 2024, qershor 2025, Shqipëria raportoi 41 hapa nga 143, nga cilët 52 u quajtën të plotësuar, u vlerësuan si të përmbushur dhe mundësuan paketin e dytë financiare prej 99.3 milion euro. Në këtë kuadër, në kuadër kësaj pakete, në kuadër këtyre masave, është punuar dhe është avancuar me strategjinë e të ardhurave fatmesme, administrimin fiskal, është miratuar harta e digitalizimit të kadastrës, është miratuar, janë ndërmarrë masa konkret për punësimin përmes programeve aktive, mbështetjen e inovacionit, sipërmarrjes teknologjike e tjera, përfshirë digitalizimin, infrastrukturën, sigurinë kibernetike, energjetike dhe integrimin e tregut energjetik me Kosovën. Hapat e paralizuar, pra, jo të gjitha hapat janë cilësuar të realizuar. Hapat e paralizuar, nga raportimi i parë, gëzojnë një kohë tolerance, ose siç e quajnë Komisioni Evropian Grace Period, 10 prej tyre e kanë afatin deri me 30 qershor të këtij viti, dhe të cilat mund t'ju them që janë përmbushur, dhe 14 masat e tjera deri me 31 dhjetor të këtij viti, pra në fund të këtij viti. Elementi i tretë ka të bëjë me ciklin e dytë të raportimit. Në dhjetor 2025, Shqipëria raportoi 21 hapa të tjerë. Nga këto 57 u vlerësuan si të përmbushur, duke sjellë një tjetër disbursim, pra, përveç dy disbursimeve të para dhe një të tretë me 49 milion euro. Kjo fazë, masat
dhe zbatimi i masave të kësaj faze ka qenë përqendruar në klimën e biznesit dhe inovacionit, në vendosjen e sistemeve inteligjente të transportit, zhvillimi profesional i mësuesve, hapa konkrete të liberalizimit të tregut dhe integrimit me tregun energjetik evropian, në çështjet e brendshme, integrimi me mekanizmat evropian të rikuperimit të aseteve dhe në politikën e jashtme me përofrimin me regjimin e vizave dhe me aki të Bashkimit Evropian në fushën e vizave. Së katërti, ku është Shqipëria në krahasim me rajonin? Pra, ku jemi me vendet të tjera, meqense të 6 vendet e rajon janë të përfshira në planin e rritjes. Rezultatet e Shqipërisë janë më të mirat në rajon. Ky nuk është vlerësimi ynë, është vlerësimi i Komisionit Evropian. Dhe këto janë më të mirat në 3 aspekte, në cilësinë e koherencën e agjendës kombëtare të reformave, në përqindjen ose numrin e masave të realizuara deri tani dhe në nivelin, në shumën e disbursimeve që kemi marrë në kuadër të paketës financiare. Është tregues i një serioziteti institucional, por edhe i kapacitetit që ka administrata publike shqiptare, institucionet, ministrit, institucionet, për të menaxhuar instrumente komplekse evropiane. Njëkohësisht, përmes fondit të investimeve për Ballkanin Perëndimor, një portofol investimesh me rëndësi të lartë strategjike për pozicionin e Shqipërisë në rrugën e integrimit evropian dhe transformimit ekonomik, dhe në këtë kuadër janë financuar projekte strategjike me vlerë deri tani 87.6 milion euro. Dhe këto kanë të bëjnë, po i përmend sepse janë të rëndësishme. Digitalizimi i sistemit transmetimit, rehabilitimi i hidrocentralit të Firzës, ndërtimi i linjës së transmetimit në 2 qarqe, 120 kV Tiranë-Rushbull dhe Unaza 110 kV e Tiranës. Elektrifikimi i Hekurudhës Tiranë-Durrës dhe lidhja me aeroportin e Rinasit. Vetëm 2 javë më parë, me 20 maj, Komisioni Evropian vuri në dispozicion 49 milion euro për Shqipërinë dhe kjo është kërkesa e tretë për pagesë. Dhe natyrisht është pjesë e vlerësimit pozitiv të Komisionit për hapat e reformave të zbatuara në fushën e konkurrueshmërisë dhe të biznesit dhe inovacionit. Në total, Shqipëria deri tani ka realizuar 33 hapa, Malizi 32, Maqedonia e Veriut 22. Pas disbursimit të fundit që është bërë në maj, shuma totale disbursuar në kuadër këtij instrumenti për Shqipërinë arrin në 212.8 milion euro, ndërkohë që është 89 për Malezi dhe 142 për Maqedoninë e Veriut. Po flas për vendet që janë të përfshira në të njëjtën instrument, me të njëjtën filozofi, me të njëjtën paket, me të njëjtën fusha për reformat dhe që janë më të përparuara. Së pesti, së fundi, por jo më pak, cili është impakti i këtyre reformave. Sepse në fundit reformat bëhen për të përcjell rezultat, për të përcjell impakt. Në mënyrë të integruar, kjo paket investimesh përshpejton konvergjencën me standardet e Bashkimit Evropian, konsolidon rolin e Shqipërisë si partner i besueshëm në zhvillimin e qëndrueshëm dhe integrimin rajonal. Ky progres duhet parë edhe në kontekstin më të gjerë rajonal, ku bashkëpunimi ekonomik në Ballkanin Perëndimor ka hyrë në një fazë operacionale përmes asaj që quhet tregu i përbashkët rajonal, përmes krijimit edhe të korsive të gjerbra, apo përmes përmirësimit dhe shtimit të mekanizmave të mobilitetit. Vetëm në vit, po përmend një shembull, vetëm në vitin 2025, përmes sistemit SEEDS Plus, janë kursuar dhe 12 vite kohë pritje kumulative në kufi për transportin e mallrave. Një element tjetër i rëndësishëm është dhe qasja e integrimit gradual, është folur shumë për këtë qasje, i kemi parasysh të gjithë efektet e përfshirjes së Shqipërisë në SEPA, projektit Free Wi-Fi for Western Balkans, apo heqja roaming për vendet e Ballkanit, për rajonin ton, apo projekte që është duke u negociuar nga Bashkimi Evropian në emër të vendeve anëtare të Bashkimit Evropian për të hequr roaming mes Ballkanit Perëndimor dhe vendeve anëtare të Bashkimit Evropian, një proces ku ne jemi të përfshirë. Javën tjetër ka një mbledhje ministrore vetëm për këtë punë dhe Komisioni Evropian është angazhuar dhe ka marrë një angazhim, meqense tani ka autoritetin për të negociuar me të gjitha vendet tona për ta bërë realitet sa më parë, në mënyrë që të mos ketë më kosto roaming mes Shqipërisë dhe gjithë hapësirës evropiane, mes Ballkanit Perëndimor dhe gjithë hapësirës evropiane. Natyrisht, jo të gjitha hapat janë bërë. Kemi akoma shumë për të bërë, sepse plani i rritjes është i shtrirë nga 2024 deri në 2027. Madje ka një atë që është grace period deri në fund të 2028. Mekanizmi i facilitetit është ndërtuar mbi logjikën e progresit vazhdueshëm, sepse çdo mas, çdo projekt shoqërohet me një fishë të caktuar se si është zbatuar, i çohet Komisionit Evropian, vlerësohet nga Komisioni Evropian dhe mbi atë bazë bëhen disbursimet përkatëse. Fjala kyç në tërë këtë proces është impakti i tyre në të përditshme në jetën e qytetarëve dhe të bizneseve. Për këtë arsye janë forcuar mekanizmat e monitoringut, dialogu teknik me Komisionin Evropian i cili është i përditshëm dhe planet individuale të zbatimit dhe komunikimit për çdo institucion. Objektivi ynë është dhe mbetet i qartë, të përmbushim të gjitha masat brenda afatit,
Si që ishim angazhuar për të hapur kapitut, si që ishim angazhuar për të bërë i bars, si që ishim angazhuar për të mbyllur kapitut, do të bëjmë absolutisht edhe implementimin e reformës së agjendave, reformës së agjendës, siç me të gjitha masat, siç i kemi parashikuar. E dyta, të ruajmë ritmin, që të jemi në afate, në mënyrë që disbursimet të jenë në afate, dhe e treta është konsolidimi i asaj që besoj na bën krenar të gjithëve, reputacioni i vendit si partner i besueshëm i Bashkimit Evropian. Plani i rritjes dhe agenda kombëtare e reformave janë mundësi reale për të modernizuar vendin, për të përshpejtuar rrugën drejt Bashkimit Evropian, pasi janë komplementar me procesin e negocimit. Në këtë proces, përgjegjësia jonë e përbashkët është të ruajmë vendosmërinë, përgjegjësia jonë të ruajmë ritmin e reformave dhe besueshmërinë e Shqipërisë, atë që kemi ndërtuar dhe që po e forcojmë me partnerët evropian, sepse është një investim strategjik për të ndërtuar një vend më të mirë, më modern, më konkurrues, më demokratik dhe përfundimisht të integruar në familjen evropiane. Faleminderit. Faleminderit zoti ministër. Zoti Kapri, keni fjalën 15 minuta.